Dhe vazhdon të edhe është në kontrollin e deep state-it për shkak të problemeve që ka me këtë që folëm dosjen e Epstein e shumë tjera që ka kundërshtuar dhe tash i akuzon të Marjorie Taylor Greene si të çmendur që ashtu dhe asaj rrezikohet edhe jeta. Realisht i rrezikohet edhe jeta, pra duke parë se çfarë ka ndodhur Shtetet Bashkuara të Amerikës me ardhin e Trumpit në pushtet, pra me vrasje politike të ndryshme, automatikisht nuk përjashtohet mundësia që nesër edhe kësaj të ndodhi diçka. Sepse rrëzon këtë pra pa vedije këta njerëz janë duke kundërshtuar deep state-in. Trumpi e nisi si një luftë kundër deep state-it, por po e sheh që nuk mundet. Dhe tashmë thjesht po e mban në lojë. Dhe pjesë e kësaj lojës së deep state-it vim edhe deri tek marrëveshja që Trumpi ka propozuar. Është një marrëveshje për 28 pikash që thatë, të cilën Trumpi në bisedën që pati në drekën me princin e kurorës Bin Salman tha që kur e pyeti një gazetar, tha në lidhje me dosjen e deep state-it çfarë do thoni, tha duhet të pyesni njerëz që janë pranë Partisë Demokratike që financojnë si zoti Hoffman tha, i cili ka një ishull të pedofilisë dhe ai tha dhe emrin Little se si e kishte ishulli i vogël. Presidenti i Kolumbisë para një javë mbante një fjalim interesant para popullit të Kolumbi dhe ai quajti këta mua edhe ai është shumë. Jo, nuk është i Meksikës është gjuish, jo i Kolumbisë. Ose ka gruan, nuk e di ka një lidhje. Nuk e di, po presidenti i Meksikës është çifute, kurse presidenti i Kolumbisë jo, mund të ketë gruan, po ai vet jo. Dhe hapi fjalimin e tij para popullit në Kolumbi, duke thënë që një klan pedofilësh po duan të rrëzojnë demokracinë në Kolumbi. Edhe është e vërtetë. Kolumbia është shumë e lidhur me Shtetet e Bashkuara. Absolutisht që është e lidhur. Në ndryshim nga Venezuela. Në të gjitha format dhe mënyrat është e lidhur. Trumpi para 2 ditësh autorizoi CIA-n të ndërmarrë veprime represive sekrete në Venezuela. Edhe CIA-n e ka autorizuar realisht autorizimin dhe për këtë ka ardhur që në momentin që ka ardhur në pushtet.